në çdo turnir gati jashtë ndërkombëtar që ka marrë pjesë Kosovë, Maqedoni, Bullgari, është shpall mundësi më i mirë. Jo vetëm se ka qenë kampion në peshën e vet, po edhe shpall mundësi më i mirë, sepse gjithmonë konkurrencia ka pas më të fortë, edhe është ka shkëlqyer në çdo varë. Po cila ishte këshilla më e vlefshme që ja ke dhënë Harunit përpara se me marrë pjesë në këtë garë? Shumë këshilla i kam dhënë, po për këtë garë këshilla ka qenë që të bën luftën e vet, atë që ka ushtruar ta prezantojë aty, e të gjitha ato që ka bërë gjatë këtyre viteve, të jetë në gjendje që të manifestojë punën e vet, qëndrimin e vet, këmbgulsinë e vet, përkushtimin e vet, pastaj që të bën krenar klubin e vet, qytetin e vet, Prizrenin, Kosovën, përfaqësuesin e Kosovës, dhe në fund edhe familjen, po edhe vetveten, sepse më të vërtet ka bërë një punë shumë intenzive dhe tranë, mirë po në fund ju ka shpërblyej. Po kthehemi pak tek përgatitjet përpara se me marrë pjesë në këtë garë. Tregon pak Harun sa orë në ditë ke ushtruar përpara se me marrë pjesë në këtë turnim? Po kemi ushtruar 2 herë në ditë, mëngjes 1 orë, e mbrëmje kemi ushtruar 1 orë gjys 2. Po diqëm mes të përmale, po kemi ushtruar shumë. Sa ka qenë e vështirë për ty? A ka pas momente kur ke thonë, trajner jam lodh, po du me pushu? Po, më lodh, po, për me arrit diçka dhe të me punu. Trajneri? Po, jo, nuk është, por për me arrit diçka dhe të me punu. Po cili ka qenë një prej momenteve mas sfiduese gjatë përgatitjeve? Po, të e kile. Të e këpesh. Të e këpesh. Të zbritë se në sporte luftarake janë me pesha, e pastaj ke 1-2 kilograma tepër, duhet me zbrit ato, ose me shku një pesh më lartë. Me shku një pesh më lartë, pastaj ke kundërshtarin 7-8 kg më të ranë, 7-8 kg muskuj, ato e bëjnë vetën pastaj. Kështu që janë përpjekje cilat duhet me zbrit peshën, të sporte luftarake të janë prezente gati të secili sport. Përveç përkrahjes emocionale, po ashtu edhe përgatitjeve fizike që i bëni me trajnerin, tregon pak Harun sa po ke përkrahje edhe nga familja? Që ke zgjedhur në sport? Nga familja kam përkrahje nga babi. Shumë përkrahjen, se edhe babi ishte që ka shtinë në këtë sport. Edhe mua më pëlqen shumë sporti. Edhe babi në vetë sportisti ka pas, karakteristika. Parforme motivi i ti? Po, më nga fëmëria më ka pëlqyer sportet luftarake. Po... A ke ditë qysh prej i vogël kur ke qenë që keme qenë sportist si babi? Po, se nga fëmëria kem ushtruar edhe në shtëpi me babin, kur nuk isha në asnjë klub në sporte, kem ushtruar bashkë. Po, do me thonë e pas ke pas një plus shumë të madhë, që edhe babi ka ndihmu vazhdimisht edhe trajneri. Tregon pak trajner cili ka qenë, do me thonë, ajo pjesa ma sfiduese gjatë përgatitjeve, a ka pas ndonjë moment kur Haruni nuk kishte shumë motiv dhe si e sjellë në ato momente me ta? Po, gjatë përgatitjeve, momentet më të vështira dhe asaj që unë mas shumë t'i frikojm, janë lëndimet. Lëndimet? Po, lëndimet, sepse të sportet luftarake, sidomos të këto sporte ku kemi kontakt direkt, se të sportet tjera ti fushën tonë, ai fushën e vetë, ta zonë ping-pong, apo tenis, apo diçka tjetër, domethënë ai në fushën e vet nuk ke kontakt direkt,